Ushtruesja detyrës së zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Eva Pallatova u takua sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, të cilit i dorëzoi raportin e misionit zgjedhor të Bashkimit Evropian mbi zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare në Kosovë të mbajtura në vitin 2025. Me këtë rast, Pallatova theksoi nevojën për depolitizimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, duke marrë parasysh, si ishte ajo, rolin e tij garantues të integritetit zgjedhor. Raporti thekson se zgjedhjet u mbajtën në përputhje me parimet demokratike, por se është e nevojshëm të punohet në uljen e ndikimit politik në punën e Komisionit Qendror Zgjedhor. Aleksandar Mitić nga Instituti për Politikë Ndërkombëtare dhe Ekonomi në Beograd thotë se megjithëse në këtë moment nuk mund të pritet që Çekia të tërheqë njojën e pavarësisë së shpallur të njëanshme të Kosovës, ekziston mundësia që pragat e mosmbështetjes përpjekjet e Prishtinës për të bashkuar në organizata të reja ndërkombëtare në të ardhmen. Mitić vlerësoi se qëndrimi mbi njojën e Kosovës nga ana Çekisë, e cila u shpreh javën e kaluar nga ministri i punëve të jashtme i këtij vendi Petar Machinka, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Serbinë dhe se përfaqëson një tregues të rëndësishëm se si mendon qeveria aktuale e Çekisë për këtë çështje. Për të njëjtën çështje, diplomati Albert Prenka kujton se në vitin 2019, gjatë vizitës së tij në Beograd, presidenti i Republikës së Çekisë Miloš Zeman deklaroi se do të konsultohet me qeverinë çeke nëse është e mundur të rishikohet njohja e Kosovës. Gjatë asaj periudhe, si shton Prenkaj, Kosova nuk pati mundësi të përfaqësohej në nivelin ambasadorësh, megjithëse ambasada ka qenë e hapur që nga viti 2008. Drejtori i Institutit për Studime Europiane në Beograd, Slobodan Zečević, thotë se partitë e ekstremit të djathtë në Gjermani dhe Francë po merren gjithashtu me çështjen e drejtësisë së njohjes së pavarësisë së Kosovës, por derisa dikush në Bashkimin Evropian të mos e tërheqë njohjen e Kosovës, nuk mund të themi se ka pasur ndryshime revolucionare. Analisti politik Artan Muhaxhiri vlerësoi se oferta e Albin Kurtit për lidhjen demokratike të Kosovës në këmbim të pozicionit të presidentit të Kosovës është fyese. Të hënën pas një takimi me Lumir Abdigjikun, Kurti tha se oferta që ai bëri refuzua dhe shtoi se kishte ofruar një koalicion duke përfshirë postin e zëvendëskryeministit, ministrin e punëve të jashtme dhe 3 ministri të tjera. Në të kundër, analisti Basri Muja beson se oferta Kurtit ishte bujare dhe se për këtë mungesë se një marrëveshje politike për çështjen e presidentit, Kosova kërcënohet me shkuarjen në zgjedhje të reja. Analisti Artan Demhasaj thotë se çështja politike e Albin Kurtit është kontradiktore dhe se e pandershme ndaj partnerëve politik dhe quajti Kurtin një pallavraxhi politik duke folur për takimet e para midis Kurtit dhe Abdigjikut. Demhasaj kujtoi se në atë kohë ata diskutuan marrëveshjen politike për pushtet të përbashkët ose një president konsensual, ndërsa në takimin e djeshëm Kurti ofroi diçka krejtësisht e ndryshme. Luanda Lipi, shefi i kabinetit të kryeministit Albin Kurtit, raportoi në Agjencinë kundër korrupsionit pasuri, kryesisht pasuritë e palutshme dhe kursime vlera të cilave të kalon 1.1 milion euro, ndërsa të ardhët vjetore familjare janë rreth 47.000 euro. Sipas raportit zyrtar, Dalipi ka punuar këtë pozicion që nga prilli vitit 2021, ndërsa posuria e tij lidhet kryesisht me aktivitetin e tij të mëparshëm të biznesit dhe të ardhurat familjare. Deklarata pasurisë së Kurtit, sipas së cilës ai kishte vetëm 16 euro dhe 41 cent në llogarinë e tij, tërhoqi shumë vëmendje publike ditët e fundit. Gjykata themelore në Mitrovicën e Jugut zati masën e paraburgimit për 48 orë 90 të dyshuara që u arrestuan në operacionin e 18 prillit të drejtuar kundër skemave parimediale dhe lojrave të fatit të palishme. Gjykata urdhëroi 1 muaj paraburgim për të 2 të dyshuarit në Skenderaj dhe për 6 të tjerë të akuzuar në vushtri. Të shtunën prokuroria themelore në Mitrovicën e Jugut në bashkëpunim të ngushtë me policinë dhe drejtorinë për hetimet e krimit të organizuar dhe veprave të rënda penale, kreu nisur operacionesh të koordinuara në të cilët u kontrolluan rreth 50 lokacione dhe arrestuan më shumë se 30 të dyshuar.
Moti nesër do të jetë kryesisht me diell në veri të Serbisë, pjesërisht me vranësira zona të tjera në jug, në mëngjes me shi, në male me borë, mot i kthjellët dhe me ngrohtë pritet nga e ejta. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 4 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 15 gradë Celsius.